Po më bën të ke familje, a përshë që parin e ki këtu kur, po më arë kush më në nëzon derën, e këmë qelë Armanin një përshkujme të lezë të letë, ja si të ronë, të letë e këmë pasë me 300 e diçka fëshek, ta qërohu me që të ja qeli derën, për veç ku t'ja qeli veç banë, më falë, se e pas në habit, hop. President Ibrahim Rugova. Doktor, o konë njeri maj mirë, ma edhe 100 vjetë në Kosovë me të letë që a njeri s'ka. Kur, nësë një qytet të Kosovë. Edhe 100 vjetë që shtu shoqi i Rugovës më në klindë. Ti e man fotografinë e Rugovës në kulet. Po, valla. A mujna me pa? Që? Të gruës jo, po të ti e man. Të gruës e që pa gruës. Do me thonë, të Rugovës e man, atë gruës jo. Të dashur miq, jam këtu me një zotëri i cili sot ka befasu. Unë një prej vitesh, sepse e respektoj te për shumë që shoshti më shumë, sepse nga të moshuarit ne mësojmë, sepse këto i ka bë koha me kalu shumë sfida, edhe na pi sfida tyre na mësohemi. E këto shpesh herë nalen edhe më kritikojnë, më këshillojnë, edhe më dhojnë gjana të mira. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? A ke familje? Baca Hakif, sot më kellon pa koment, po ma gjansisht, para se me dalë të qaj komenti, ma gjansisht kush është Hakif Hamiti? Bashkë me që vetën, s'më kom qef ashtu. Jesa të ushqoj. Unë pe fillimi jam i kyqën, edhe në politikë, edhe në lidhën e demokratike, edhe armë këmë për uknjenat, edhe 244 ushtarë që i këmë mobilizu në Kroaci, i këmë pru këto. Seriosisht? Po, për cytë ballit. Po luftën e Kosovës? Edhe atje në Kroaci jam konë, edhe këto. Kroatin më të forë që e konë, ato e këmë pas shatë që e ka pas partin gati më të madhe se të gjumit. Okej. Paraga Dobroslavi, ajo konë hata zotit. E ka pas një pëdrëm që kur ta qëtu port, se disa meta të në tavan armë, ka unë kur të krymë në luftën kajtë armë, ku me të gjithu për Kosovë. A i ka pro? Jo, se të një të gjumit, gati e vrau. Pas e ka pas konkurencin kryesor. Ti e kanë me lidhjen demokratike, një e kanë një ndër themelus të lidhjes demokratike. Në Kroaci, këtu jo. Okej, degës në Kroaci. Po. Qëfar ju ka ba për me hap një degë të lidhjes demokratike në shtetin Kroat? E kemi pas generalin Tom Berishën, që konë aktivist i fort. Edhe aktivist o konë sa konë profesor, po edhe të një kërë dalë në penzi, e këna pas kryetar të lidhjes demokratike. Ajë të na këshilu dhe të na sugjerue, me to mi konë pa ndamë. Bilin njëherë jenë konë të unë e kretë, se në banesën e këmë pa morë, po të misi këmë pa morë hala se kanë pa krye fillorën ka. I qova në banesë tema të, e një Zef Marko konë sekretar i lidhjes demokratike atë, unë e më konë kryetari i këshillit edhe antari kryesisë. Po më bënë të ke familje, a përshë që parin e ki këtu kur, po më arë kush më në nëzon derën, e këmë qelë Armanin një përshkujme të lezë të letë, ja si të ronë, të letë e këmë pasë me 300 e diçka fëshek, ta qërohu me që të ja qeli derën, për veç ku t'ja qeli veç banë, më falë, se e pas në habit, hop. Që shukon raportit me presidentin e ndjerë, zotri Ibrahim Rugovan? Shkëqyrë. Ka orda tje, qësh? Qa keni bisedu me ta? Qa keni bisedu? Bashkë po më Je taku me Rugovan? Ka flet me Rugovan të unë në banes. Doktori, o konë njeri maj mirë, ma edhe 100 vjetë në Kosovë me të letë që a njeri s'ka. Kur, nësë një qytet të Kosovë, edhe 100 vjetë që shtu shoqi i Rugovës më në klindë. Njeri më të mirë, njeri maj meqën, njeri gjithë ka thonë veç sabër, ka dalë më sërgot një. Cëllën është fjalla që ja manë mene dhe kujton? Vizionar, po që ata desha me unë, a i ka qenë vizionari maj madhë i kërë shqiptarëve këtu që konë. Edhe për që ata shumë këtu ja kanë pas, hajde me vlau, hajde... Unë në po shkallës këtë verë. Po, ato, kërë në shkuen pe Zagrebi që bishku delegacion në Shqipëri, a i të një erë për Gjermani, u zatët në hotel dajt aty, e tha që rëson të tha jam i lotë, e lam tha në sërpromon në vilët me Meqeju në shkuën. E lam, shkuëm aty, kur shkuëm, e gjetëm atë që ka pasar neve për arremnin ati
që e vranë. Ta e zemën e? Jo, aja atje. Krimi e kanë? Jo, i atje të Shqipnisa? Shqipnis, po. Ah, si ti. Jo, Azem Hajdarin. Azem Hajdarin. Azem Hajdarin e gjetëm aty, a i deshti me lëshu aty, i thamë, jo, mos shkoj, thamë tonë. Mos shkoj, i mi undë, e a nisëm me bollafi shumë na 5 të i kraci aty. Të një Azemi aty, a i rëgova dihet, e kemi nisë atje koft, a i ka uqi që konë qështu, a i Bacito më konë që aty, Ibra konë që tu, unë e më konë që tu. Kur që dorë të më kalëshu për dore. Po, edhe a nesën donë, thash unë, në më lash Bacito më folë, thash unë, e kom një pyetje, diçka nuk o ka me interesojnë këto. Hajde, tha, jaboni Bacito, më tha Ibra, tha, ky lapjoni, tha, vesh luft, po dënë, thash, luftën kush e dënë në budal. Tha, se lufta nuk vjetë punë të mire, vesh 4, po pa hinë të qarën në kem. E unë po du me ditë qeshtën e Kosovë qka. Qka duhet na më organizu me bo për Kosovë. Edhe ja ka njësë aty. Hajde, sori më e men veç e di që më ka thonë, tha, a me dalë, tha me për shkolla, tha, e tha në të jo për shkollë, thash po vëllaj, thash pe shtogu, thash e marë shumë shtogun, e ja heqëm ata e dushat kënëp, ta, edhe të nëpë, a i thonë që ashtu. Nuk shohën të një tjerë, folshin të tërë diqka krejtë e hajde bazëve. Veç atë, me thë, jem konë, kur e këna bo më ledhen gati së Gulidhja Prezerin, e këna bo në Sërbiq 4 në hotel aty, në hotel Matija Gubec, unë jem konë përgjec për sigurim, për për krejt më konë aty. Vdesh Rugova. Po para se me arti vdekja Rugovës, u kry lufta, erdhëm Kosovën e mas luftës, apo të prap kontakt me ta? Po. Këtu kërë e ka inaugurua kishën, kërë këmë po që ka e qenë për krash, kom të më këtëm. Thasha e parë, ta një po që veç u kapëm për qafe, që shije të kje, tha po përshet që shjem, manena nuk në folë, edhe mos se mi po. Vdekja Rugovës, erë vdekja ti, një vdekje që ka të rëndit jo vetë Kosovën, edhe Balkanin, po gjithë botën. Po, krejt politikajt e botës. Krejt politikant e botës. Qka Kosova e humbi njerin më të vizionarin, më të zgjumë trojev shqiptare? Qka vdekja Rugovës? A e shkatroj lidhjen demokratike? Total e ka shkatru. Pse erdhej të shkatrimi lidhjes demokratike? Pse njerëzit të padishëm, njerëzit gjeloza, njerëzit që kanë që veç më konë në funksionon me ditë zdi kur gjo, Rugovës, kur kushte në zërkomës nuk ka mujtë me jarme. Ai ka qenë vizionar për gjithë qa. A ka pas njerëz që Rugova nuk i ka dasht, po i ka pas afër vetë? Po, i ka pas, e ka ditë edhe ai. Edhe pas vdekjes Rugovës që ato njerëz kanë triumfu. Po. E vërtet, kanë triumfu fatkeqësi. A ka një njeri që u gëzu që ka vdek Rugova? Po, ka dha se plët bile. Seriozisht? Po, për sytë botet. Po, unë, jo, dhe që shka, o konë më razë të, u e konë pas një polis qash aty që konë, e thjera thash, në mdalsh më mprit aty me hi, pa në ren, dhe mësë më ishtë, unë e vetë, se nuk jem bashkë mirë, nuk muj me prit aty në ren, ta hajde, ti kujtë vesh më ishtë me pëj telefon, ta dalet marë, e më dalë, tani, masë u poqen në kufo, bile ka për dhe për qafe, kështu që shakon, e më dalë atje, i kumë shika dalë e letë, më dalë të kumë pasë që më pakur, më ga që punë e lidhës demokratike më rej. Do më thonë pri vdekjes Rugovës lidhja demokratike mbaroj. E lidhja demokratike sot? Kur që, sen dhe e s'ka, ka në ratin. Letëm një më shohë që këj mund të me ditë se kjo ma që peshë këto, unë se më konë të që edhe unë që atër kërë në ardhë ata tikni që jenë i, kërë me ta e më ardhë jem hinë Kosovë masë u kërë lufta. Qëfar mesazhi ju kështë dhanë gjithë njerëzve kudo që janë? Unë mesazhi jam kështë me qenë këj. Me atë mendimin tëmë. Ju kësha lutë gjithë partive, gjithë udhëhecëve, letë ulen, letë bisedojnë, e letë marrën vesh, nësa është koha e funit, mu marrë vesh na e me dalë në dritë. Por qëshja ka njësë, atë gjohë me bo s'kanë, veç kanë më në shkatruë prapë Serbia. Kanë më në shkatru prapë? Po për sytë bollet.
A kina i mesazh që ta ka dhënë Rugova ty, personalisht? Jo, s'm ka dhënë mesazhe kur se s'ka pas nevojë, unë e kom ngurë shumë edhe e kom çmuar fort. Ose na i këshill që ta ka dhënë? Pak, ato biseda që kemi pas tash, e di që këshilla e nkon, bile unë e thersha kryetar, më tha, jo, mos më therr tash, po unë pe qefi, po unë tha, pe di që ti pe qefi ti, po s'jam hala, kur të bona çatëherë. Unë di edhe diçka, ti e man fotografinë e Rugovës në kulet. Po, valla. A mujna me pa? Çe. Të gruas jo, po ta ti e man. Grosë që pas bro. Do me thonë, të Rugovës e man, atë gruas jo. Çe. Rugova. E man kulet. Kusho kë? Ky nipi jami. Nipit. Nipin tanë e man edhe Rugovën. Edhe kënej kam nipin dytin, që ky është që ky, edhe unë kur e kam ditë mia. Okej. Moshën e re. Do me thonë, ti i man Rugovën e jo gruan. Edhe s'ka A që lëzën gruja? Ja, Ki gjallë. po alo. A që lëzën? Jo, valla. Ashtë se den që e man. Jo, bërë qysë den. Faleminderit shumë trujt zoti. Faleminderit ju të dashur miq, një rrëfim për presidentin e ndjerë zotri doktor president Ibrahim Rugovën. Është kënaqësi kur flitet edhe sot me shumë nostalgji dhe ruajnë edhe fotografitë e tyre në për badifokat e tyre, njerëzit që vërtet janë kanë krah Rugovës dhe të presidentit që është presidenti historik, zotri Ibrahim Rugova, kështu që inshallah ai shkon parajz e ju të dashur që rrini me neve sepse gjanat e mira i sillen veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.